Fshati Kolonji, vendosur në njësinë administrative picar të bashkisë Gjirokastër, është ndër fshatrat më të hershëm të kësaj zone. Me një histori të pasur dhe tradita të theksuara, banorët e Kolonjës kanë pasur gjithnjë një lidhje të ngushtë me natyrën dhe zhvillimin e blegtorisë. Ata vazhdojnë të ruajnë këtë traditë si pjesë të trashëgimisë familjare dhe kulturore. Sipas banorëve, fshati ka pasur gjithmonë lidhje të ngushta me qytetin dhe jeta ka qenë gjithnjë e gjallëruar. Fshati Kolonjës traditën ka patur blegtorinë. Të trashëguar e kemi na prindrit, edhe me atë miremi të gjithë. Vemi ndërrojmë punë, po në fund vemi tek blegtoria. Ndërrojmë punë gjatë jetës, po në fund vemi tek blegtoria. Shembull, unë kam punuar në ndërtim 30 vjet, kurse tani kam ardhur përsëri te blegtoria, te puna e gjyshreve, stërgjyshreve ta. Sa banor ka patur fshati juaj? Fshati ton ka qenë 500 banor, 500 banor, 700. Ka patur shkollë të vjeçare, shkollë fillore, është aty lart në fund fshatit, me shumë nxënës. Tani ka ngelur vetëm 2-3 nxënësa. Funksionon shkolla? Shkolla funksionon pësi me një mësuese me nxënës. Edhe kopshti funksionojnë të dyja. Kom kishte më gjallëri vendi se kishte njerëz, dëndësia e popullsisë bën të gjitha ata. Si kishte kontaktet fshati me qytetin? Ne gjithmonë kemi qenë të lidhur me qytetin, fshati tonë. Kanë qenë shumë bashkëtar të punësuar me ndërmarrje shtetërore, me SMT-n, me NSH-n, me bonifikimin, me fermën, që vejnë e vijnë në fshat. Punojnë në ndërmarrje shtetërore dhe vijnë në fshat. Kolonjë, nga se e ka marrë emrin fshati? Po kjo është e trashëguar. Thonë se fshati tonë ka qenë para 500 vjetësh. Në bazë të kësaj ka dhe disa gjëra këtu që arkeologjike. Ka patur 7 çezma thonë, ka qenë 500 shtëpi. Sipas të gojdhënave janë se këtë din historianët më mirë se sa neve. Këtu që kur është thonë që kur është kryer fshati me blegtori është marrë. Bile dikur para 10 vjetësh fshati nuk ka qenë ka qenë lart në rehovët e burimet. Dhe sot janë shenjat e shtëpive atje, tegullat. Pastaj se s'kishte ujë këtu. Kur sollën ujë në fshat, pastaj zbritën këtu ujë. Rreth çfarë viteve mendohet të jetë krijuar fshati? Po historik sakt nuk ka, po mbi 1500 vjet. Fshati i lartë. Nërsa këtu është tek 1000 vjeçar që jemi ne këtu. Zona këtu poshtë është zonë më afër punës, tokat e kishin këtu poshtë, sollën ujin për vaditjen e tyre detyrimisht është më mirë këtu se sa atje është zonë malore komplet. Ne kemi pa traditë krabën dhe dufekun. Edhe mbas çlirimit po shikoj të tërë djem të zonës sa aty vajten, kush oficere, kush policë. Nuk para tash i vonë drejtuan drejt profesioneve, mund të thënë. Dhe zona e Kurveleshit këto ka pasur. Të na hyjmë në zonën e Kurveleshit. Ky është një ndër fshatrat më të hershëm të kësaj zone, apo jo? Po, fshati vjetër. Si është e bukur Kolonja? Është e bukur se ka ujin, që është kryesorja. Edhe uji e gjelbëron, e gjallëron, çdo gjë uji është jeta. Po banorët si ka? Banorët i ka shumë të mirë, shumë të butë. Këteja nuk jam vetë, jam një fshat më lartë në Golemi. Ke ardhur nuse këtu? Kam ardhur nuse. Çfarë vitesh? Viten 76. Si e ke gjetur fshatin kur ke ardhur nuse? Fshati që plot, me njerëz, me gjallëri, me rini, këtu gumzhinte e qendra. Kishte shumë banor? Kishte. Zhvilloheshin aktivitete? Mbrëmje, strada, sporte të gjitha. Tashtina zhvillohen në verë që mblidhen emigrantët. Dasma, mbani mend? Ma, bëneshin dasma në ashtë të rralla. Të vjen malë për një dasmë. Si është një dasëm karakteristike e zonës tuaj? Më përpara fillon të dasma një javë para. Këngë, valle, deri të hënën i themi neve bëne i dreka e hysmeqia, ata që gatuajnë, se i gatuaj e vetë gjëra. Tashina e bëhen lokal, si gjithë dasmat, si në gjithë vëndi. Kishte veshje tradicionale? Kështu kishte, po jo të Si vishe një nuse në Kolonjë? Po për shumë janë martuar me vellë. Jo në moshën time e tu.
Ismail Koshi është një prej banorëve të fshatit që vazhdon të ruajë dhe të zhvillojë traditën e blegtorisë. Duke u kujdesur për blegtorinë, ai vazhdon të ruajë një lidhje të ngushtë me natyrën dhe mënyrën tradicionale të jetesës, duke siguruar kështu edhe të ardhura për familjen e tij. Në pjesë të blegtorisë kam që 15 vjeç. Edhe ushtar 2 vjet me blegtori kam qenë. Tradit kjo familjare? Kemi tradit kjo në atë parët. Edhe zilet bile i kam që të gjyshit. Tashti me këtë zanat merremi neve, se s'kemi vaj gjekundi. Edhe me këto kthehemi. U bëjmë shmet, se po u bëre shmet, do t'japin. Sa e vështirë është të merresh me pjesën e blegtorisë? Tashti e vështirë, për atë që se di zanatin e vështirë është. Ose për një thot, ose kjo nuk ka nëjë problem të madh, po kanë këto të tyre dhe këto. U që e bëj me pasion, se s'kam natë vete, e bëj me pasion, se të thash jam rritur me to. E bukur është për neve, që e bëjëm, si ashtu pa njëri, thot, Pse është e bukur? Po është e bukur se të tërheq vetiu. Pastaj po i nxorre mirë, të marrësh dhe 2 lekë, se për lekë i marrë, se si marrë për bukuri. Do të shtynë vetë puna. Të ashti në pranëver, po thuaj se nuk kanë dhe nëjë vetëm mjelja ka që punë, se që i mjelëm. Pastaj ja i lëshojmë në kullot, demërit ka, se i pastrojme, i ushqejme. Behari ka në malë, që vemi lartë në malë, vështirësira ka, se në malë sërriet vetëm. Blegtori 57 vjeçar mban sot më shumë se 250 kokë të imtash, prej të cilave nxjerr produkte të ndryshme. Vitet e fundit Ismaili ka vënë në re një interes të shtuar për produktet e tij, edhe nga turistët e huaj që vizitojnë fshatin Kolonjë. Qumë është i mishin, ja shesëm shelegët, të kasapit, të këta që i marrë, se vetë nuk e tregtojmë. Qumë është i vjen e merë makina këtu, po thuaj se të kënaqur si vjetë, jo keq. Keni stallat këtu? Stallat, ja këtu, që kisheti këtu, i kam për vetë. Tashmë po zhvillohet edhe pjesë e agroturizmit. Sa vinë turistët për të parë stallën, për të njohur me po ja vinë, kalojnë këtu turistët poshtë lartë, po më palë mua këtu, kthehen. Sa bashkëpunim keni me këta që hapin bujtina për të tregtuar produktet? Me këta ka, po si pas asaj, ata kur kërkojnë, po të kemi ja japëm dhe neve. A kërkesa nga vetë turistët për produktet tuaja? Kashtina kanë kërkojnë, sidomos atë gjizën e kaqupit e kërkojnë shumë, po ne bëjmë sa për vete në fakt, se jemi dhe që të shtrënguar në punë, që 2 veta jemi beharit. I ofroni këto produkte kur ata vinë për t'i? Po, diskutohet. Nuk është puna se do marrëm 2 lekë neve, po njeri unë e knaq. Sidomos kur vjen në stan atje në malë që jemi jashtë fshatit, i kemi të gjitha atje në stan. Është një mënyrë për t'i tërhequr ata? Po si s'është ajo, se ai që ka qef, të thash që ka qef, ka dëshirë, vjen me dëshirë, me qef. Merri një grek par vjetë mu këtu, tek Milja Dhënte, dhe rritë me një vajzë nusen e kishë si mosha jote. Edhe gëzoj ai që i Milja me nusen i Milja. Gëzoj në një saj maruam edhe bravo, tha. Pranvera është stina kur banorët e Kolonjës bëhen më aktiv, duke u marrë me punë të ndryshme. Sipas banorëve, kjo stinë i sjell fshatit një energji të re dhe e bën atë më të gjallëruar. Punët e ndryshme që ndërmarrin ata janë të lidhura ngushtë me natyrën dhe kjo është një karakteristikë e fshatit. Banorët gjatë këtu në fshat janë më të shumtit pensionista. Një pjesë e tyre që janë efektiv pune, mirën me blegtori. Ka blegtori goxha. Edhe çojnë qumshin në për to. Po nishtet e qumshit. Po me bujqësi, ka që merren? Nuk merren shumë me bujqësinë, se nuk ka treg bujqësia. Ja, shumë unë miremi këtu me bujqësinë, ja kanë mjell dherë fëmijët ca kivi, ca ulli, ca gjëra, edhe mjalt kemi, se kemi dhe blet aty, nuk shkon tregu, s'ka tregu, këto në është tregu i ullët. Po unë jam pensionist, edhe kam dhe pak të imta, edhe pula e të gjitha këto gjërat e fshatit, ekonominë ndimse. I siguroni vetë do me thënë këto produkte? Vetë gjitha produkte, punojmë dhe baqen, me domate, me speca, me qep, me të gjitha gjërat. Kryesisht në fshat janë 65 familje, nga këto mbi 40 familje merren me blegtori. Ky është drejtimi kryesor i punës në fshat, blegtoria. Çfarë punësh ka tani blegtoria? Po blegtoria këta që i kanë të leshta,
kanë mjeljen edhe traktimin e qenjave, se kryesisht u tek ne nuk i kputin qenjat, nuk i shesin qenjat pak putur, po i mbajnë e i shesin qershor. Kryesisht këtu kputen ose ndahen nga nëna qenjat në mezin e shkurtit, dhe që në mes shkurtit e në vazhdim deri në qershor, fund qershorit korrik, sa ikin male, i mjelin. Çfarë i bëjnë produktet e tu? Po këtu ka blektori dhe janë të interesuar këto punishtet e qumshit që i themi ose këta që përpunojnë qumshit dhe vine e marrin e blejnë. Janë 2-3 pika grumullimi që vine e grumullojnë këtu. Qoftë jufshin e dhjes, qoftë të deres. E këtu mund të them se 2-3 janë që merren me bujqësi, po dhe këta jo me bujqësi direkt me frutikulturë. Kanë mbjell arë kryesisht, mund të jenë vitin e parë ose vitin e parë të prodhimit këtë vit. Pra ende po e provojnë. Po, provojnë. Nërsa bujqësia këtu po thuaj se nuk, edhe për kushtet, mjetet e mekanizuar nuk futen do të shto ka një qike vështirë, dhe është vështirë që të futen mjeti për të punuar. Edhe kryesisht mjeten me këto bacet e tyre, të themi, mjeten këto perimet e stinës. Me këtë kryesisht. Fshat me blektori me bujqësi. Këto 2 punë ka ky fshat. Blektoria tashin ajo është kohë e mjeljes, do fillojnë të bishtosen, pastaj më vonë do qethe, pastaj ikin në mal këtu. Po bujqësia? Bujqësia janë mbjelljet e pranverës. Këto ka. Jo qepa, jo patatja, jo... I keni Po. mbjell? Ja, qepën mjell. Po me mjelje, me qethje të bagëtis, i mjelje me dorëzojmë qumshin në bagjo, kanë munim të madh me shpezimet të mëdha i nxjerrin, por të paktën jetojmë me to. Po banorët e tjerë të fshatit Kolonjë? Të gjithë pjesëtarët që janë këtu në fshat, vetëm me blektori merren. Gjë tjetër s'ka, vetëm blektoria. Këta që kanë ngelu këtu se të ri nuk gjën, 2-3 mund të ketë të ri në fshati edhe të tjerët janë t'ikur. Ka patur dhe bujqësi më përpara në kohë komunizmit, por me prishjen e sistemit vetë me blektori. Edhe na i nevoj kopshtet që ka në fshat njerëzit, po kultivojmë misër, grurë, vreshtari i kishte. Është fshati më i mirë dhe si ta spjegoj ju tyja që e zë dielli që në mëngjes. Është fshat prosilç për çdo gjë. Bën e çdo gjë, ka pemë nga të gjitha llojet. Vitet e fundit, fshati Kolonjë ka filluar të zhvillojë edhe sektorin e agroturizmit, duke tërhequr vizitor nga e gjithë bota. Fshati fal natyrës së tij të pasur dhe mikpritjes së banorëve, po kthehet në një destinacion të preferuar turistik. Banorët thonë se turistët janë gjithnjë më të shumt, duke i dhënë mundësi fshatit të zhvillohet më tej dhe të krijojë mundësi punësimi për banorët. Po, e ke fshati tonë dhe këtë vullnet dhe këtë dëshirë që të bëj agroturizmin. Se kemi dhe klimën, kemi dhe kushtet, kemi dhe ujin, kemi dhe ambientin, kemi natyrën që na mbështeten të gjitha këto e janë shumë të dashuruara për njerëzit. Vinë vizitor? Vinë vizitor nga herë. Vinë këtu tek mua, vinë e flën me makina dhe ikin prapë. Si ju duket fshatit? Po në fillim përgëzojnë traditën, ushqimin tradicional, edhe njerëzit. Çfarë ushqimesh ju ofroni? Po ne këtu si fshat, ne kemi këto të blektorisë, salcën e kosit, djathin, po më shumë kemi gatimet e grave të lashta, këto, no? I ruani recetat e tyre? Po si, i ruajnë akoma, i ruajnë. I ruajnë recetat e tyre. Lakronin e kanë si gjellën më të preferuar, ata e dashurojnë shumë, tuaj, lakronin e fshatit tonë. Se e bëjmë me peta, me mish. Po kjo është gjë pozitive, se vitet e para filluan njerëzit të largoheshin, këtej pa një perspektivë, pa një diçka. Kur e pan që këtu jetohej, atëre u kthyen dhe punës. Dhe këtu mund të them që vetëm me djersën e tyre është bërë një oazë poshtë i mrekullueshëm. Ku vjet kishte mund të them e mira vizitor, edhe tuaj. Po dhe këtu në qendër janë 2 klubet që janë këtu. Edhe këta i shërben shumë fshatit. Këtu më shumë interesohen për klimën që ka fshati, për prodhimet bio që ka fshati, se këtu shumë pak blejnë. Të tëra janë prodhimet bio që nga sallatrat e deri tek mishja apo bujmetrat. Jo e mirë është. Vinë turist? Vinë, ja, dje kaluan këtu. Gjitha ta motora. U hap edhe kjo rruga këte, jo që kalojnë dhe përpara. Ju pëlqen natyra këtu që e vizitojmë fshatin?
Po vizitojnë, po këtu pak rrinë. Se dhe një bujtin është poshtë. Të lokalet këtu rrinë, pinoj i e freskur, se ndonjë gjë. Familja Bao është një shembull i suksesshëm i investimeve në sektorin e agroturizmit në këtë fshat. Ata kanë vendosur të qëndrojnë dhe të investojnë aty, duke kontribuar në zhvillimin e tij. Prej 17 vitesh, familja Bao mban vaska peshku në afërsitë të liçenit Kacoith, një monument kulture, dhe prej një viti duke parë zhvillimin turistik të zonës, ata hapën një restorant me gatime tradicionale. Ne po bëjmë 17 vjet që kultivojmë peshku, akvakulturën, dhe po bëjmë një vit që jemi zgjeruar me restorantin. Akoma nuk jemi futur tek skema tama me agroturizm, sepse do bujtina do një, po menduam të zgjerohemi me restorantin dhe njëkohësisht avash sipas mundësive do mundohemi të krijojmë të vim në ofrim dhe për bujtina. Çfarë ju bëri që të investoni drejt sektorit agroturizm? Shiko, duke parë gjithë rrjedhën, shikoj dhe qytetin që shumë janë marrë me pjesën e agroturizmit. Mendova dhe në fshat sepse është e bashkangjitur bashkë dhe qyteti me fshatin. Mendova kjo është edhe arsyeja më tepër që u zgjerova dhe shikoj që kam bërë mirë sepse mendoj se është drejtimi i dur, jo vetëm për mua, po unë bëj thirrje të gjithë fshatrave, njëkohësisht dhe fshatarëve të mirë dhe zonës, që duhet të zgjerohen në këtë pjesë sepse sa më shumë aq më mirë. Tashmë keni hapur vetëm një restorant? Po, një restorant. Çfarë gatime shofroni këtu? Pjesërisht tradicionale. Dhe mendoj aty duhet qëndrojmë sepse është gjëja më e mirë, sepse po të jetë për gjërat e qytetit të gjejnë qyteti jo në fshat. Cilat janë gatimet më kryesore tradicionale që keni? Tradicionalet, po kemi petanikun, kemi lakrorin, kemi mishin e saçit. Ky restorant ka shërbyer si një atraksion për turistët që vizitojnë fshatin, duke ofruar një shije autentike të kuzhinës lokale, por edhe si një mundësi e mirë bashkëpunimi mes blegtorëve dhe fermerëve të zonës për të tregtuar produktet e tyre. Shiko, unë kam prit vizitor, ka pa dhe turistë huaj, po kryesisht ka qenë vendas. E vërteta është që kushdo që vjen mund të lërë përshtypje të thotë ju kënaqem, ngelem shumë të kënaqur. Po kjo nuk është një tregus është nëse do të vi përsëri. Dhe kjo është gjëja që mendoj pozitivisht sepse më rikthen shpesh. Tani do bëj dhe rruga, i do lidhe me Progonatin, Kurveleshin, sepse faktikisht kjo ka qenë rruga, kjo ka qenë rruga Kurveleshit, rruga Kaone, që lidhe me Kurveleshin. Të zgjerohen me gjëra të tilla sepse i bëjnë nder, nuk është se unë do kas vështirësitë e kjo pjesë. Është gjëja më e mirë që të zgjerohen sepse sa më shumë aq më mirë. Aq më mirë sepse dhe shteti dhe ka mundësi që të investojmë shumë. Kur ti sjell, shteti e detyron të investojë tek ty. Këtë vit që kaloi kam marrë kryesisht në fshati, po thuaj, po dua akoma më shumë bashkëpunim. Më të mirë që do të thotë unë akomodim vjet mund të kisha shumë. As edhe një nuk i ofrova do të shërbim sepse nuk isha. Nëse do kishte fshat që t'i ofronin të shërbim shumë shtëpi, ishte gjëja më e mirë dhe për fshatarët. E keni bizetuar me banorët e fshatit të pjesë? Po patjetër, po janë mundësitë. Turizmi është një mundësi e shkëlqyer për zhvillimin ekonomik të fshatit Kolonjë, me përmirësimin e infrastrukturës dhe promovimin e zonës si një destinacion turistik. Kolonja ka potencial të tërheqë vizitor nga e gjithë Shqipëria dhe më gjerë. Ky interes turistik ka mundësi të sjellë një rritje të kërkesës për produktet lokale, si ato nga blegtoria dhe bujqësia, duke ndihmuar në përmirësimin e jetesës së banorëve që jetojnë aty.